Policia rrugore e Dibrës vijon monitorimin intensiv me radar, makina inteligjente dhe dragera në të gjitha akset e qarkut për të parandaluar ngjarjet rrugore me pasoja, si dhe për të menaxhuar trafikun. Gjatë javës që lan pas, efektivet rrugor kanë proceduar penalisht 4 shtetas për veprën penale, shkelje rregulla të qarkullimit rrugor, ndërsa janë ndëshkuar administrativisht 562 drejtues mjetesh. 149 drejtues automjetesh janë ndëshkuar për ndalim ose pushim të automjetit në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 87 drejtues mjetesh për parkalimet të gabuara, 58 drejtues mjetesh për qarkullim me shpejtësi mbi normat e lejuara, 10 drejtues motomjetesh për mosvendosje të kaskës mbrojtëse, 51 drejtues automjetesh për mosvendosje në rripit të sigurimit, 5 drejtues mjetesh për drejtim të mjetit nën efektin e alkoolit dhe 202 drejtues mjetesh për shkelje të tjera të kodit rrugor. Titullarët e Policisë Rrugore të Dibrës deklarojnë se do të vijojnë të monitorojnë të gjitha akset nacionale në të gjithë territorin e qarkut. Ata bën apel të gjithë drejtuesve të mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.